Është rasti e zotit Meta, që u diskutua kërkesa për ndryshimin e masës në 8 prill të këtij viti, dhe masa dhe vendimi që u mor pak ditë më parë, nga ana e gjykatës kushtetuese për Erion Velien. Për zotin Meta, gjykata kushtetuese bëri gjykatën. Dhe tha që jo, sepse dosja që kemi në dispozicion na thot 2 gjëra. E para punës na thot që ka dyshime të forta se zoti Meta i ka kryer këto akte, për cilat akuzohet dhe për këtë arsye duhet të rinë në burg, dhe madje bëri edhe një interpretim tjetër, kur tha që s'ka asgjë antikushtetuese në mënyrën se si është arrestuar Ilir Meta. Ndërkohë që nëse ka një çmenduri, një shpërfaqje të dhunës dhe thyrjes së të drejtave të njerëzit në këto arrestime të këtyre kohëve të fundit, ka qenë ai i zotit Meta. Sepse gjithë e panë dhe të gjithë u ndjen turp, i erdhi turp minimalisht dhe panë një shpërfaqje i pushteti dhune policore të jashtëzakonshme dhe shproporcionale me një njeri që nuk po arratisej siç arratisen 95% e njerëzve që kërkohen në këtë vend, po shkonte në zyrë. Dhe që e dinte fare mirë që a ditë me qira fjala do arrestohej, siç e tregoi koha. Kurse ke zoti Velia, pak ditë më parë gjykata kushtetuese tha që shiko, para punë, domethënë përdor kjo artifica që nuk i pranuan sa gjë Erion Velia. Në fakt vendimi në fund çfarë ishte? I hapte rrugë dhe i kërkonte gjykatës së lartë që të merrte parasysh në kërkesën e zotit Velia që do diskutohej sot, që Erion Velia, si me thënë, ka një vendim të vetë gjykatës lartë unifikues që e rishikon masën e sigurisë, dhe të kihet parasysh edhe mendimi i opinioni i Komisionit Venecës, i cili kërkon një lloj maturie vetë përmbajtje, sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që janë me mandat të drejtë për drejt nga populli, siç është rasti i zotit Velia.